Problemi është a i ka Abdigjiku më shumë vota, apo i ka Zonja Osmani më shumë vota? Eksakt. Në anën tjetër, unë mendoj nëse zoti Kurti nuk ka nevoj, mundet me formu qeverin me pakicat jo sërbe, ai nuk do të pranoj asnjë kandidat partijak partive opozitare. Se ka atë arsye, asnjë arsye nuk e ka me pranuar. Në këtë situatë, ai do të kërkoj, ai do të jetë ma zemër, çfarë do të ndryshoj ai, është që këtë gabimin që e boni mendojon me zotin Konjufca edhe Mullhoxha, Kolçaku, nuk do ta bëj. Do të ofroj kandidat të pavarur, do t'i fton ata, do t'ullet me ndërtue parime për zgjedhjen në presidenti, pra do më thonë, para publikut në mënyrë do të tentoj mu shfaqësua deri në ekstrem që ajo është i gatshëm për me pranuar një kandidat konsensual që mendoj që është shumë okej. Ndoshta kam mësuar që me ndërtu proces kësaj here për dallim për herës të kaluar. Okej, unë mendoj që kam marrë leksion për herës të kaluar. Përvojë ka bërë. Kam marrë përvojë edhe unë besoj që ai nuk do ta përsëris fajin, sepse mendoj që një prej arsyeve për rramjen e votozëve të LVV-s ka qenë edhe kjo. Nuk ka qenë shumë e qartë, ka pas me dyshje nëse zoti Kurti e ka pas shumë sinqerisht ofertën për partitë opozitare. Deri sot tani mendoj që e ka rastin edhe unë besoj shumë që ai nuk do të përsëris gabimet prej ciklit kaluar zgjedhor. Tek Abdigjiku, unë mendoj që mund të ketë një kompromis në LDK, në qoftë se